Në rrjetet sociale ka qarkulluar një foto ku shihet një pensionist në gjendje më të rënduar shëndetësore, duke ngjitur shkallët e zyres së pensionistëve me ndihmën e 2 personave të tjerë. Kjo foto ka ngjallur reagime dhe kritika të shumta në të gjitha platformat për mënyrën se si pensionistët detyrohen të shkojnë për të paraqitur në zyret e pensionimit çdo 6 muaj për të lajmëruar të dhënat e tyre, pavarësisht moshës së shtyer. Lidhur me këto përmes një komunikate, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka sqaruar se që nga muaji gusht i vitit 2023, Ministria ka lansuar projektin e lajmërimit në shtëpi të pensionistëve përmes ekipeve mobile, që vizitojnë pensionistët në adresën e tyre të banimit, dhe se këto ekipe vizitojnë në shtëpi pensionistët që duhet të lajmërohen çdo 6 muaj, por e kanë të pamundur ta bëjnë këtë në zyrat e pensioneve për shkak të arsyeve shëndetësore. Me qëllim të lehtësimit të procedurave, pensionistët me probleme shëndetësore si dhe ata mbi moshën 80 vjeçare mund të dërgojnë kërkesë përmes telefonit ose emailit dhe ekipi mobil i ministrisë shkon në shtëpi për të realizuar procesin e verifikimit. Kërkesën për ekipe mobile mund ta bëjë vetë pensionisti apo dikush nga familjarët. Mjafton të ofrohen të dhënat e sakta të pensionistit dhe arsyet e kërkesës. Ekipet mobile punojnë 7 ditë në javë për të siguruar që të gjitha familjet të vizitohen në kohë dhe në mënyrë të rregullt. Ndërkaq në këtë postim, Ministria ka treguar edhe numrat apo adresa telefonike ku pensionistët apo familjarët e tyre të familjes mund të dërgojnë kërkesat për lajmërim. Pensionistët e Gjakovës kërkesën për lajmërim të ekipeve mobile mund ta dërgojnë në adresën e emailit pensionet.gk@rks.vizgov.net ose të kontaktojnë në numrin e telefonit 039 326 999.